Ka hyj aty e ka nxjerr thikën edhe ka filluar me na sulmu. Atëra kam nxjerr thikën, edhe tash handi dhe si u ka nxjerr kushon kamanën. Tregoj me arrogancë që është komandant Tigri. Edhe se vjen dhe me tetën muaj 12 jam në rrugë një muaj. Ai është sekuestruar një mjet i 5 thikë. Duhen me pas kujdes ai mban edhe thikë me vete. Këtu kanë qenë fjalë të zyrtarëve policorë. Me datën 5 nëntor, rreth orës 22, në lokalin që përfshin mbrapa meje dyshohet se ka ndodhur një sulm me thikë nga një person i cili njihet si komandant Tigri. Çish ndodhi rasti? Ne kemi ardhur në Prizren për me taku vajzën e cila ka qenë viktimë kryesore e këtij rasti. Çka ka ndërmarrë policia e rajonit të Prizrenit për këtë rast? Për këto dhe detajet të tjera, ndiqni historian. Biznesin ton familjar, domethënë biznesin e prindet mi, ku punoj gati 2 vite, edhe është hera parë që më përmball me një rast tillë, edhe pse punoj gjithmonë pas dite, nuk kam pas raste të tilla ndonjëherë ose unë ose familjarët e mi. Atë natë ka qenë një natë e qetë, domethënë kemi pas vetëm një klient, edhe personi do të thotë që më ka sulmuar apo agresori, ka është prezantuar si klient normalisht, është unë me një qoshet lokalit. Edhe unë kur kom shku me marrë porosin edhe kom përshëndet, si çdo klient tjetër e kom dëgju që është duke folë në gjuhën sërbe. Unë personalisht nuk e njoh këtë gjuhë, edhe ju mundu me tregu që nuk e njoh gjuhën sërbe dhe kam kërku domethënë me i ndihmu dhe me ja marrë porosin. Edhe ai ka fillu do të thotë me shajt, me ofendu, me kërcënu edhe në gjuhën shqipe edhe në gjuhën sërbe. Edhe pastaj unë jam largu, kom skeju domethënë te pjesa e banakut, ku ka qenë edhe kolegu i punës domethënë anën tjetër banakut. Edhe ai nuk u qetësoi kjo, unë me qetësi nuk ja ktheva kur çfarë përgjigjen. E pashë nuk është mirë siç e kishte presjedhjeve tina. Pastaj ai filloi të më afrohet, edhe filloi të shajë edhe më shumë. Edhe pastaj e tregoj me arrogancë që është komandant Tigri, meqense se kom njoftur, nuk e kom taku asnjëherë në jetë, apo as si kalimtar rastit nuk e kom pa, as si klient nuk e kom pas më herët, apo me ndëgju diçka të tillë se kush është, çka bën. Edhe kështu që unë jam skeju pjesën e poshtme që mundën me incizu dhe ma vonë pjesën e banakut, edhe ai më është afruar në atë mënyrë që unë nuk kom mujt me lëviz. Edhe bërtit që është komandant Tigri edhe pastaj më ka sulmuar që pjesën e dorës. Edhe unë kom reagu në atë moment, domethënë për vetë mbrojtje, e kom shty, edhe pastaj ka reagu një klient i rastit, edhe kolegu ka dalë për pjesës tjetër derës, edhe pastaj pas disa minuta është pjer leshje, kur jam liru, ajo është largu, ka ikë për vendet gjarjes, kom thime njerë policinë e Kosovës, policinë e Prizrenit Alfa. Po ka pas edhe thikë me veti, ka pas në çantën që e mbajke për para, ka pas thikën. Edhe do të thotë poshtë që shmundën e parë janë shkallët, ka mendu që hyrja e shankit apo banakut është për asaj pjesës. Edhe ka hyj aty e ka nxjerr thikën edhe ka filluar me na sulmu. Pastaj kom shku me njerë në polici, kanë ardhur domethënë zyrtar policor më kanë marrë, mua dhe kolegun që ka qenë dëshmitar, kam dhënë deklaratën time. Domethënë kam qenë shok, po e di që kam dhënë në deklaratë. Nuk është ndërmarrë ndonjë mos. Edhe brenda policisë, domethënë kanë qenë disa policë të tjerë, përpos atij që më ka marrë deklaratën. Edhe gjithë më thoshin që ai është ashtot, mos e merr shumë afër zemrës, duhen me pas kujdes, ai mban edhe thikë me vete. Këtu kanë qenë fjalë të zyrtarëve policor. Edhe që na ka shqetësuar edhe më shumë. Sepse vetëm e mendoshëm kur jemi qetësuar mendoshëm atë pjesën që ai kur të lirohet nëse nuk zihet, edhe pse vendi ku duhet me na mbrojt neve, na thot këto fjalë tilla. Kush ka me na mbrojt nuk e di. Edhe kështu që unë kom gjetë ngushëllimin për me postu edhe ngushëllimin edhe për me kërku ndihmë në rrjetet sociale, domethënë përmes mediave, me zgjedh këtë punë. Pas raportimit kom shku edhe të nesër me bashkë me prindin tem, do të thotë me po, sepse një ditë përpara nuk ma kanë dhënë atë numrin e dosjes, nuk kom ditë edhe se kom pas as deklaratën të printume. Pastaj kemi marrë numrin e dosjes, a është hap rasti, jemi siguru, na kanë thënë që po, jemi në kërkim të tij, e gjitha këto. Pastaj më ka lajmu, pasi që e kam bo ankesën në Inspektoriatin e Policisë të Kosovës, do të thotë që më shkeli drejta për informime gjitha, e drejta për mu arrestu ki person se është i rrezikshëm, edhe mundët me përsërit sulmin,
mund të më përsërit sulmin për ndonjë çështje hakmarrje, pse kom raportu apo diçka tjetër. Se ai sipas meje është mësu prej anës tjerëve, prej anës qytetarëve tjerë, mos më raportu. Kur po mendoj tash me kokën e qetë edhe dyqysh jam të përjetuar një ankth tepër të madh. Pse? Për shkak se nëse ai është i lind nuk kam unë kurfar informate prej anës policisë Kosovës, nëse është arrestuar me të vërtet, nëse është liru, unë s'kom marrë pjesë në seancën e gjykatës, nuk kom pasë rastin me folë me agresorin, pse ka bo këtë gjë, edhe nuk di asgjë pse më ka sulmu, se nuk jam një tip që ngacmua, po kam qef me hyrë në konflikte, sidomos me klient. Ka sulmu me thika, e ke po thikën të personit? Po, e ka pas thikën. Ka pas në çantën e përparme, e ka nxjerr, ka dashur na sulmu edhe mua, edhe klientin, edhe punëtorin. A keni pas kamera këtu në lokal? Kamerat i kemi, po fatkeqësisht nuk e ka hard diskun që i regjistron, është vetëm drejt për drejt. Vish live? Vetëm live. Unë dua nga krerët e shtetit apo institucionet të cilat kam për detyrë me na mbrojt, që me ndërmarr masa më serioze lidhur me rastin tim edhe me rastet e tjera, sepse kishte mund me ndodhe edhe më e keqja ku unë kisha mujt mu sulmu me të vërtet me thikë edhe për me humb jetën tam, unë apo personi që ka qenë prezent atë ditë, kishte mujt me ndodhe edhe më e keqja, kështu që për mos të ndodhë më e keqja kom vendos për mos me hesht edhe me kërku drejtën tim. Unë kam Tigri Komando, jo komandon Tigri. A Tigri Komando? Një vajzë më ka tërgu se ju e keni sulmu. Sërse vërtet, që më konë unë para përgim më konë sërse policia që kolla më ka mësua para përgim i shtëpjak. A e ke sulmu ti vajzën me thikë? Jo, sërse vërtet, e ke t'i kërët të rejsh me kisë po, jo, kështë po. E qka ka ndodha, mundesh me na kallëzu Halel? Unë atë natë shkova spontanisht më një burek, ashtu hamburger. Atë natë një terës ku mije, kalova vetën në 75 brovi. Po? Në shpibroma të shonë nervzoti, këtu në ta shko, këtu nervzota, për të jetë në ofensivë me për jashtë. Ta unë e menagjekën, dhe një të, asë nervzoti. Dhe më shëllmaj. Ta unë të reka dola për jashtë shkolla, kura ata pëtër kanë shëllmu me policia për shkollë, kanë rova në kohë. Ata e kom zerë thikën, edhe në të shahën, të si u ka të kushëm ka manë, e që ka shka drukë, ja ata i një manë, unë vazhdojnë drukë të me jetë dhe shpisë qështu. A i një konë prokuroria dhe në polici? Për më konë polici 24 orë, më kanë bëjt arrest policor, që kota ka vendosë në të leven, po? Arrest shtëpjak. Jo, para për ju në që në arrest shtëpjak. Në arrest shtëpjak, dhe me 8 mujtë, 2 mujtë, jem në arrest shtëpjak, 1 mujtë. Që kjo në detin. Me datën 5, pas orës 14 minuta, është raportuar për një rast sulmi dhe kanosje në një lokal në qytetin Prizren. Policia ka shku në drejtë dhe në ngjarjes. E ka kontaktuar viktimen në ankusën e rastit, ka marrë deklaratë në momentin kur ka shku policia i dyshuari nuk ka qenë aty është largu nga vendi i ngjarjes. Pasi është marrë deklarata nga viktimja, marrë provat nga vendi i ngjarjes. Policia ka identifikuar të dyshuarin sipas deklarimit të viktimës dhe brenda disa orëve në të njëjtën natë, domthonë pas orës 24, është lokalizuar dhe është arrestuar. I njëjti dyshuar është marrë në intervistë në prezencë të avokatit mbrojtës. Është sekuestruar një mjet i plastik për të cilin dyshuar thekson se po ka poseduar me veten në momentin e incidentit, me të cilin ka dashur më vetë mbrojt. Pas përfundimit të intervistës në konsultim me prokurorin, i dyshuari është ngritur kallëzim penal për vepra penale sulmi dhe kanosje dhe me vendim të prokurorit është ndaluar të shtetësohet.